إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد Falëndërimi qoftë Allahut Azza wa Jall, salavatet dhe selamet u na dërgojnë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe gjithë atyreve që pasuan dhe ndjekin rrugën e tij më të mirë deri në ditën e gjykimit. Vazhdojmë me jetën e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam, me jetën e atij për të cilit Allahu subhanahu wa ta'ala tha në Kur'an laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, shembullin më të mirë keni të dërguar në Allahut Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe përderisa flasëm për shembullin të cilin e la Allahu azza wa jall për të pasuar në çdo kohë, në çdo vend, dhe çfarë do qofshin rrethana deri në kiamet, atëherë është mëse e nevojshme mësimi dhe studimi i këtij shembullit, pra mësimi i jetës së tij. Nëse ai ka vepruar një vepër, pse ka vepruar? Nëse ai ka urdhëruar një urdhër, pse ka urdhëruar? Nëse ai e ka pëlqyer një veprim, pse ka pëlqyer? Prandaj i gjithë ummeti dhe gjithë muslimanët duhet të kthehen në peshorën e këtij njeriu. Pra edhe fjalët e tyre, edhe besimin e tyre, edhe rrugën e tyre, metodologjinë e tyre të jetesës në këtë botë, patjetër duhet ta kthejnë tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër të nderuar, njeriu kur don me ndërtu një ndërtesë, gjëja e parë të cilën ka me e pas parasysh është studimi i projektit. Pastaj natyra e vendit se ku mi vendos. Pastaj sa punëtor kanë me punu ato. Pastaj cilat janë ato shpenzimet që mbulojnë qatë projekt dhe gjithashtu dhe pengesat që mundet me dalë përpara. Kjo nëse dën me ndërtu një projekt. Mirë po, kur është në pyetje projekti më madhor që e lyp Allahu subhanahu wa ta'ala sot, është projekti i ummetit. Projekti muslimanëve profitabil. Pra muslimanëve të cilët i ngjajnë muslimanëve të parë, i ngjajnë shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj, patjetër na për me studiu këtë projekt dhe për me dalë kualitativ, patjetër duhet me ecë mbas shembullit që e ka lënë Allahu azza wa jall. Dhe vëllezër të nderuar, nëse nuk e njeh shembullin, dhe nëse nuk e njeh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, atëherë është problem edhe me dasht, e mos flasëm i pasu. Nga se nuk din si me dasht atë të cilin nuk e nje. Nuk din si me pasu atë që nuk e din çka ka thonë, çka ka urdhëruar dhe çka ka ndaluar. Është e qartë. Prandaj është mëse e nevojshme studimi, mësimi dhe jeta e këtij pejgamberi sallallahu alaihi wasallam.
Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është njeriu më i dashur, krijesa më zgjedhur dhe më e dalluar për gjitha krijesave, jo vetëm mesin e njerëzve dhe jo vetëm në mesin e pejgamberëve, po edhe në mesin e melajkeve, kur e krahasojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam shembull me Xhibrilin ose me Mikailin ose me melajcet që e bartin arshin e kështu me radhë, po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ka parapritur të gjithëve. Dhe është njeriu që ndërmjetësimin ditën e gjykimit nuk ka me fillu përveç se kur flet ky njeri dhe kur i kërkon Allahut subhanahu wa taala me ndërmjetësimi për njerëzimin. Shefati. Prandaj e ndëron Allahu subhanahu wa taala. Kur jemi te jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, gjëja e parë vëllezër të nderuar që duhet ta kemi parasysh është shpallja që i ka zbritur pejgamberit. Ne fatkeqësisht vëllezër të nderuar nuk e meditojmë shpallja që është zbrit. A janë dalë ndonjëherë me mendu ose me meditue, spaku 5 minuta, shpallja që ka urti njeriut. Pra, Allahu subhanahu wa taala krijuesi i kësaj gjësie po i flet i njeriut. Krijuesi i kësaj gjësie, që çdo gjë është në dorën e tij, dhe asgjë në këtë gjësi nuk ndodh pa dijen e tij dhe caktimin e tij, i dërgon këtij njeriu ndërmjetësues. Këtë rast Xhibrilin alayhi salatu wassalam. Merre si shembull vllai dashur musliman, nëse ty të vjen një mesazh për një mbreti. Pra një mbret ta dërgon ty një mesazh. Edhe në mesazhin që të vjen nga ana e këtij mbretit, të thotë: ky mesazh është për ty. Kjo letër është e dërguar për ty. Dhe përmbajtja se çfarë shkruan në këtë mesazh është qëllimi për ty. Dhe ti e për qëllim me këtë mesazh. Po ti e për qëllim këtë mesazh. Dhe nëse i përmbash ti mesazhi që ta kum dërgu, pra mbreti po thot, atëherë ti do jesh i lumtur në këtë botë. Po do jesh edhe fitimtar në botën tjetër. Me një fjalë ti do jesh mbret në këtë botë, por mbret në botën tjetër. Walillahi al-mathalu al-a'la. Allahu t'i përket shembulli më i lartë. Mirë, po ky mesazh vëllezër të nderuar është shpallja që Allahu subhanahu wa taala ja ka dërguar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thirrë njerëzit me ju përgjigj këtij mesazhi, me ju përgjigj shpalljes së Allahut subhanahu wa taala. Tham, Allahu t'i përket shembulli më i lartë. Kthehemi te ky mesazh. Nëse një mbret ta dërgon ty këtë mesazh, si do jetë kujdesi yt dhe rujtja jote, dhe a do e merresh me seriozitet këtë mesazh, apo këtë mesazh do e gjush në kamtën e burllukut? Do e hedhësh në kamtën e burllukut. Pra nëse kështu kishin me vepru njerëzit me mesazhin e mbretit tokës, atëherë si duhet me vepru me mesazhin e mbretit gjithësisë? Allahu subhanahu wa taala, walillahi al-mathalu al-a'la. Allahu t'i përket shembulli më i lartë, prandaj Allahu subhanahu wa taala me dijen e tij, madhështinë e tij, urtësinë e tij, rahmetin e tij, mëshirën e tij, Allahu subhanahu wa taala ka dërguar mesazh nëpërmjet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe Kurani është mesazhi i Allahut subhanahu wa taala në tokë. Dhe Kurani është shpallja e Allahut subhanahu wa taala në tokë. Pa pejgamberin dhe pa Kur'anin, librin e Allahut subhanahu wa taala, ti do ishe i humbur, do ishe në humner, do ishe në shirk, do ishe në kufër, do ishe në bidate, do ishe i shkatruar, dhe nuk do kishe mundësi ta njohësh Allahun subhanahu wa taala, krijuesin e kësaj gjësie. Prandaj meditoj këto vëllai dash musliman.
meditoje çka don të thot, shpallë që ka ardhur. Pejgamberi që është dërgu, libri që ka zbrit, meditoje këto. Dhe falenderoj Allahun subhanahu wa taala për këtë nimet dhe për këtë begati dhe për këtë dhunti që Allahu subhanahu wa taala na dërgoi. Leula Allahu mehtedejna, po mos tishte Allahu ne nuk do ishim të udhëzuar. E as nuk do të dishim u fal, e as nuk do të dinëm të japnim zakatin, e as nuk do të dinëm të vinim xhami, e as nuk do të dinëm asgjë. Por Allahu subhanahu wa taala me rahmetin e tij, me mëshirën e tij, me dërgimin e pejgamberit të tij, për cilin ka thënë wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dhe nuk të dërguam ndryshe përveç se rahmet dhe mëshirë për gjitha botrat. Allahu azza wa jalla me rahmetin e tij na ka udhëzuar. Dhe këtë rahmet duhet me lyp gjithherë, nga se edhe djelmoshat e shpellës, kur e lan pallatet e tyre, kur e lan jetën e rahatshme për me rujt imanin, shkuan në shpellë, dhe para se drejtohen në shpellë, atëherë ju drejtuan Allahu subhanahu wa ta'ala me një dua, Rabbana hab lana min ladunka rahme, wa hayyi lana min amrina rashada. O Zoti ynë, na jep nga ana jote rahmet dhe na oriento këtë çështjen tonë. Allahu azza wa jall istrahi ata në shpellë dhe i boni ngjarjen e tyre mu përmend Kur'an dhe mbeten shembull i mirë për vite me radhë, edhe me mbet shembull i vit edhe për shekuj, shembull i mirë edhe për shekuj me radhë deri në kiamet ngjarja e tyre lexohet. Prandaj vëllezër të nderuar, nëse meditot tokën e të cilën gjindemi ne në mesin e gjithësisë, aja nuk vret fare. Po në mesin e asaj se çfarë ka krijuar Allah subhanahu wa taala. Mirë po Allah me rahmetin e vet në këtë tokë që është shumë e vogël në krahasim me krijimin gjigant që ka bërë Allah subhanahu wa taala, po megjithatë Allah azza wa jall e ka bërë këtë tokë që të ketë qëllim, edhe në këtë tokë ai i cili jeton atë në këtë rast njeriu të ketë qëllim, dhe ky njeri të mos jetë i krijuar rastisht, mirë po të jetë me qëllim caktuar, sa që e kanë përmend dietarët kur e kanë komentuar Kur'anin, se toka në momentin kur është kriju Ademi alayhis salam baba jon, atëherë është zbukuruar toka dhe është zbukuruar qielli dhe me njeriu është zbukuruar kjo gjithësi. Prandaj ka dhënë Allahu azza wa jall qëllim dhe i ka dhënë Allahu azza wa jall vlerë dhe i ka dhënë Allahu azza wa jall pozitë njerit në këtë tokë. Wa laqad karramna bani Adam, thotë Allah i kena nderuar bitë Ademit, pra ka më nder më të madh se sa të zbret shpallja, se sa të dërgohet pejgamberi dhe ti të nxjerrësh prej errësirave të kufrit dhe shirkut në dritën e imanit, në dritën e islamit, dhe të nxjerrësh prej xhenemit dhe të dilësh në xhenetin e Allah subhanahu wa taala, dhe të nxjerrësh prej palumturisë apo dëshpërimit për në botën e lumturisë së përhershme. Allahu mu dhe juve na bëj banorëve të xhenetit. Pastaj vëllezër të nderuar, ky Kur'an apo kjo shpallje që i zbriti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mëson të kaluarën, na mëson të tashmen, na mëson të ardhmen dhe na mëson për botën tjetër, sikurse për botën e varrit, na mëson për shkatrimin e kësaj gjithësie, na mëson për ditën e llogaridhënies kur do dalëm për Allah subhanahu wa taala, dhe na mëson veprat e cilat na shpëtojnë atë ditë, dhe na mëson gjithashtu edhe veprat e cilat na dështojnë atë ditë, dhe na mëson se cilat rrugë janë të cilat të çojnë në xhenetin e Allahut, dhe cilat rrugë janë të cilat duhet me mbyll këtë dyja për arsye se të çojnë botën tjetër në xhenemin e Allahut. Allahu mu dhe juve na ruaj. Prandaj vëllezër të nderuar, nimeti dhe begatia shpalljes është shumë e madhe. Nuk ka vallë në këtë dynjë, nuk ka peshorë në këtë dynjë që e peshon. E kanë marrë dietar shembull, kanë thonë meditoje veten tënde sikur se ti je i humbur dhe i hutuar në një shkret e tir, dhe nuk e din se ka është rruga, nuk e din se ka duhet me gjetë rrugën e shpëtimit, dhe përderisa jenë këtë gjendje, pra ti je buz shkatrimit, dhe vdekja ty të pret në çdo anë, dhe ti pret vetëm kur peshe me lancin e vdekjes. Pra përderisa ti jenë këtë gjendje, atëherë pa pritmas e gjen navigatorin, pa pritmas e gjen drejtuesin, e gjen timonin se ka duhet me ra,
ka duhet mja mod drejtimin. Prandaj kanë thot dietarët, kjo dhuratë të cilat vjen këtë rast, dhe ky argument dhe ky navigator që të vjen për me ta tregu rrugën, është shpallja. Pra shpallja Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe kjo shpallje duhet pritet me seriozitet. Allahu subhanahu wa ta'ala i tha Jahjait alayhi salatu wassalam, ja Jahja khudhi al-kitaba bi quwwa. O Jahja, merr librin me seriozitet. Wa ataynahu al-hukma sabiyya. Dhe ja kemi dhënë urtësinë qysh si fëmijë vogël. Dhe para Jahjait alayhi salam i ka thonë edhe një prej 5 pejgamberëve të mëj, Musait alayhi salam, të cilët Allah azza wa jall i ka fol drejt për drejt, dhe i tha Allah azza wa jall, inni stafajtuke bi kelami wa bi risalati, unë të përzgjodha ty me fjalët e mia edhe me shpalljen time, fa khudh ma ataytuke bi quwwa, prandaj merr atë që ta dhash me forcë, me seriozitet, wa kum min ash-shakirin, dhe bëhu prej falendëruesve. Kjo shpallje vëllezër të nderuar, për të cilën Allahu subhanahu wa ta'ala tha në Kur'an, faman ittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa. Dhe kushdo që e pason udhëzimin tim, shpalljen time, atëherë nuk do jetë i devijuar, e as nuk do jetë i dëshpëruar. Thot Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, nuk do jetë i devijuar në këtë botë dhe as nuk do jetë i dëshpëruar në botën tjetër. Pra çish në momentin kur fillon me dal prej kësaj bote, ai përgëzohet. A ka dhunëtime të madhe se sa kjo vllai dashur musliman. Pastaj thot Allahu, wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Dhe kushdo që ja kthe shpinën udhëzimit tim, shpalljes sime, ai do ketë jetë të vështirë. Pra në këtë botë ka me pas jetë të vështirë. Ndërsa në botën tjetër, wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma. Dhe në ditën e gjykimit e ringjallëm qarr. Qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira. Thot o Zoti im, pse më ringjallë qarr kur unë kam pa në dynjë? Allahu subhanahu wa ta'ala i thot, qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha. Thot kështu t'i afruam argumentet tona, shpalljen tonë, mirë po ti e harrove ato. Është për qëllim e harrove, e ke lënë ato. E ke lënë. Fakadhalika al-yawma tunsa. Kështu do jesh lënë sot. Kështu do lihesh sot në dënim, Allahu na ruaj. O do harrohesh sot. Pra Allahu subhanahu wa ta'ala na tregon këtë ajet se ai i cili e pason shpalljen nuk devijon dhe nuk humbet, dhe as nuk do jetë i dëshpëruar. Pra ky ajet i ka përmbledhur të dy botrat. Pra as do jetë i devijuar në këtë botë, po as nuk do jetë i devijuar dhe i humbur dhe i dëshpëruar në botën tjetër. Pra në dy botrat të shpëton shpallja. Prandaj sa nimet i madh që Allah subhanahu wa taala ka dërguar pejgamber. Thash më herët, nuk ka peshore që e peshon dhuntin e shpalljes. Transmeton Jabir ibn Abdillah al-Ansari radiyallahu anhuma, ku thot, kharaja alejna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala. Thot ka dal një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, apo erdhi te ne pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe tha, inni ra'aytu fil manam, thot unë kam pa në ëndër. Ju e dini vëllezër të nderuar se ëndrat e pejgamberëve janë shpallje. Thot sikur se Gjibrili po qëndronte te kuka ime, ndërsa Mikaili po qëndronte te këmbët e mia. Dhe njëri pe i thot shokut vet. Por në këtë rast ka transmetime se Mikaili ka thot Gjibrilit, ky person po flan. Kurse Gjibrili alayhi salam i ka thonë, sytë e ty i flajnë, kurse zemra e tij është të zgjuar. Zemrat e pejgamberëve tu kanë gjumë, kanë boj ibadet. Kanë madhruar Allahun te bareke ve teala. Pastaj thot Mikaili alayhi salatu wassalam, i thot përderisa sytë i flajnë dhe zemra është zgjuar, atëherë sill shembull për këtë burr. Pra merr shembull. Thot Gjibrili alayhi salatu wassalam, shembulli i këtij personi është sikur se shembulli i një mbreti i cili ka ndërtuar një pallat, pastaj ka shtruar një sofër, një tryezë me begati të shumta, me mirësi të shumta, pastaj ka dërguar një thers, del thirrë njerëzit me ardh dhe me ngrënë prej kësaj sofre.
prej kësaj tryeze. Kështu e sjell shembull Xhibrili alayhi salam. Pastaj Mikaili alayhi salam i tha ta ka mundësi mu komentu. Thot po. Thot mbreti që ka ndërtu pallatin është Allah. Pallati është Islami. Sofra është xheneti. Ndërsa thirrsi është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ai cili ju ka përgjigj thirrsit, ai ka hyrë pallat. Ai që hyn pallat ka me hyn xhenet. Dhe ai që hyn xhenet ka me hangër prej të mirave të xhenetit që Allahu subhanahu wa taala i ka përgatit. Ka përgatit mala aynun ra'at, çka syni njerëz ka po. Wala udhunun sami'at, as veshin njerëz kanë dëgju. E as mendja njerëz ka mujt me imagjinue. Kur e ka thonë pejgamberi alayhis salam këto kështu, ka thonë nëse dëni lexoni ajetin ku Allah thon surën Sejdë, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'a bima kanu ya'malun. Nuk din kush është përgatitur për ta. Prej bukurive, kënaqësive. Ibn Qayyim rahimahullah ka thonë, kur Allah e fsheh shpërblimin, jep me kuptu se është shpërblim shumë i madh, çka veç Allah subhanahu wa taala. Ndërsa Ibn Abbas radiallahu anhu thotë, ky ajet s'komentohet. Si mu komentu diçka që ka syni se ka po. Veshi se ka një. E as menja s'ka mujt me imagjinu. Por këtu i presin besimtarët. Shpallat ka tregu se këtu i presin besimtarët Allahu azza wa jall na mundsoft ya rabbil alamin. Në një transmetim ka ardhur te Imam Ahmedi rahimahullah se faman ittaba'ahu dakhala al-janna. Dhe kush e pason ato pejgamberin alayhis salam ka me hyrë në xhenet. Ndërsa ai i cili nuk e pason, thot ka mu dënu me një dënim shumë të rëndë. Dhe gjithashtu, nga kjo kuptojnë o vëllezër të nderuar se shpallja e thirr njeriu për në xhenet. Dhe me hi në pallatet të gjithëmshirshmit. Pra, në pallatet e xhenetit që i ka përgatit i gjithëmshirshmi Allahu subhanahu wa taala për ata që e pasojnë shpalljen dhe e pasojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ndërsa ai i cili nuk e pason, ai i cili ja kthen shpinën shpalljes, Allahu na ruajte pret dënim i rënd këtë botë dhe dënim i rënd botën tjetër. Dhe nga kjo vëllezër të nderuar duhet ta madhrojnë shpalljen, të cilën Allahu subhanahu wa taala ka zbrit. Wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub. Kush do që i madhron dispozitat e Allahut dhe madhron shpalljen e Allahut, padyshim që kjo është prej zemrave të devotshmeve. Allahu mu dhe juve na beft prej tyre. Pra, shpallja vëllezër të nderuar na mëson si me arrit lumturinë këtë botë, dhe si me jetu i lumtur në këtë botë, po të njëjtën kohë dhe si me jetu i lumtur në botën tjetër. Shumë njerëz sot pyesin, në gjitha këto të mira që Allah azza wa jalla na ka mbulu, mirë po nuk ka kënaqësi dhe nuk ka prejë dhe qetësi. Askush nuk është i kënaqur me asgjë. Wallahi defekti është ajeti që ndëgjuat më herët. Wa man arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Kush do të ja kthen shpinën udhëzimit tim, shpalljes sime, ai ka me pas jetë e vështirë. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e mori këtë shpallje vëllezër të nderuar nga Zoti i gjithësisë, nga krijuesi i kësaj botës. Wa ma yantiqu anil hawa, thot Allahu subhanahu wa taala për pejgamberin alayhis salam. Nuk flet prej hamendjes, nuk flet prej gojës së tij, domethënë prej egos së tij. In huwa illa wahyun yuha. Aja që e flet të shpallje që i shpallet për janë Allah subhanahu wa ta'ala. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është ndërmjetësues mes Allahut subhanahu wa ta'ala dhe krijesave. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mësoi çka është farzi, çka është suneti, çka është nafilja, çka është harami, çka është mustahabi, bilçymja. Dhe çdo gjë na mësoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që na çon xhenet dhe na paralajmëroi ndaj çdo gjëje që na çon në zjarrin e xhenemit, Allahu na ruaj. Për këtë arsye Allahu azza wa jalla than Kur'an për pejgamberin alayhis salam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Shembullin më të mirë keni të dërguar në Allahut Muhammedin sallallahu alaihi wasallam.
Ky pejgamber vëllezër të nderuar, para se ti zbret shpallja, diku në një periudhë 2 vjeçare, pra në moshën 38 vjeç deri në moshën 40 vjeç, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç transmeton Aisha radhiyallahu anha në Sahihin Buhari te kapitulli i shpalljes, se është përgatit me ushqim dhe ka shku në shpellën Hira dhe aty ka kalue disa dit apo disa net dhe ka meditu për kozmosin gjithësinë dhe e ka adhuru Allahun subhanahu wa ta'ala në fejnë e Ibrahimit alayhi salatu wassalam, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë kësaj kohe, siç tregon Aisha radhiyallahu anha, në format e shpalljes që ka nërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot prej shajave të para ka qenë që ka pa ëndra dhe ato i kanë dalë sikurse agimi mëngjesit të sakta dhe të vërteta. Pra këto janë kasi një lloj para përgatitje pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për mesazhin e madh dhe shpalljen e madhe të cila do ja zbret Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe gjithashtu prej asaj që i ka ndodhur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë që guri e ka përshëndet me selam, siç ka ardhur në transmetim në Sahihin Muslim se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, e di e një guri i cili me përshëndeste me selam para se të bëhej i dërguar, por para se të zbeste Kurani i madh. Gjithashtu, edhe më e madhe se kjo, e kemi cek në ngjarjen e kaluar se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Gjibrili alayhi salam me Mikailin e kanë kryer një operacion në gjoksin e tij të ndershëm. Dhe ja kanë nxjerr zemrën e tij dhe ja kanë pastruar në një tas dhe kanë pastruar me ujë të Zemzemit. Dhe kjo është gjithashtu një prej mrekullive që kanë ndodhur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, saqë Enes ibn Malik radhiyallahu anhu transmeton se i ka pa domethënë vijat në gjoksin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe e kanë nxjerr nga zemra e tij sallallahu alaihi wasallam një piksje. Atë pjesën e shejtanit që mundet me sulmue njeriu në mënyrë që të pastrohet zemra e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për të jetë një lloj ene për zbritjen e shpalljes në të dhe për përqimin dhe transmetimin e shpalljes së Allahut subhanahu wa taala tek muslimanët dhe tek njerëzit deri në kiamet. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra në shpellën Hira meditonte për krijuesin e kësaj gjësie, meditonte për adhurimin e Allahut subhanahu wa taala, meditonte për madhështinë e kësaj gjësie që ka krijuar Allahu subhanahu wa taala. Siç e dini, arabët e kanë njoftë krijuesin, nga se kanë pas dije nga feja e Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Mirë, po siç e kemi thënë, kanë betë vetëm disa individ në qytete me kilometra të larta që kanë njoftë fejnë e Ibrahimit alayhi salam apo prej autorëve të librit. Mirë, po subhanallahu, Allahu azza wa jalla ka njoftë si krijues. Po defekti ka qenë tek tauhidi uluhije, pra kanë marrë ndërmjetësues mes tyre dhe Allahut. Kanë morë idhuj, kanë morë puta, kanë morë statuja, kanë morë ata që nuk kur dashme i morë pas Allah subhanahu wa ta'ala. Nëse dikush do e meritante të merë ndërmjetësues dhe t'i lutej atij, do ishin melez dhe pejgamberët. Mi pa Allah zëvishil kanë ndalu që me u adhuru melazet, kanë ndalu me u adhuru pejgamberët. Nëse melazet dhe pejgamberët ndaluhen që ta adhuruhen pas Allahut, atëherë çdo kush tjetër pas tyre bie. Prandaj arabët kanë marrë hurmet, kanë marru zota pe hurme dhe pastaj kanë ngrohtë. Kanë marrë guri, kanë adhuruar në vend të Allahut subhanahu wa taala. Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulanna Allah. Nëse ti ke pyet ata kush i ka krijuar qiellin dhe tokën, kanë thënë Allah. Pra kanë njoftë Allahun krijim, e kanë njoftë Allahun sundim, mirë po në aspektin e adhurimit Allahu subhanahu wa taala i ka mbushur. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ardhur
me ta tregu rrugën e adhurimit të Allah subhanahu wa taala në këtë botë. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, nuk I kam kriju njerëz dhe xhinët pas që të më adhurojnë. Kjo në mënyrë që mos me dështu në aspektin e adhurimit. Dhe ajeti tjetër, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula, kemi dërguar te çdo popull pejgamber en ya'budullahu wa yajtanibu at-taghut, dhe u kemi thënë pejgamberëve që t'u akumtojnë popujt e tyre që të adhurojnë Allahun dhe të largojnë taghutit. Por kjo në mënyrë që mos ta dështosh gabosh rrugën, mos dështosh metodologji. Prandaj këtu dy pika ka shumë rëndësi. Por kë me adhuru dhe kë me pasue. Prandaj Allah subhanahu wa taala në ditën e Kiametit krejt njerëzimi komi pyet: "Madha kuntum ta'budun wa madha ajabtumul mursalin?" Çfarë keni adhuru në dynjë dhe çfarë përgjigje ju keni dhënë pejgamberëve? Pra, çfarë keni adhuru është pjesa e parë la ilaha illallah. Dhe çfarë përgjigje ju keni dhënë pejgamberëve? Përgjigja është Muhammedur Rasulullah. Pra këto që ne jemi duke studiuar dhe duke mësuar jetën e tij sallallahu alaihi wasallam. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vëllezër të nderuar gjatë kësaj kohe, pra ju ishte bërë e dashur vetmia dhe meditimi në gjithësi dhe kozmos dhe adhurimin e Allahut subhanahu wa taala. Dhe gjatë kësaj kohe apo kur arrin në moshën 40 vjeçare, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I zbret amaneti I madh. I zbret shpallja, I zbret Kur'ani. Pra shikoni vëllezër të nderuar, 40 vjet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po bëhet tërbije. Pra po edukohet. Pejaune se Allahu subhanahu wa taala pas bi shpallje. Allah subhanahu jo për urtësive, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vdek baba para ardhjes këtë dynjë. Pastaj nona në moshën 6 vjeçare, siç kemi mësuar, në mënyrë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mbetet në përkujdesin e Allahut subhanahu wa taala. Mos ndërhyn askush në jetën e tij. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 40 vjet po edukohet, po mëson sabrin, maturin, urtësinë, pjamësën Allah subhanahu wa taala të gjitha ato që ka I dohen për me bartë amanetin e Allahut. Në këtë rast shpalljen. Dhe pasi që po plotson 40 vjet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atëherë Allahu subhanahu wa taala ja zbret Kur'anin madhështor. Andalët njerëzimi edhe ne musliman vëllezër të nderuar me meditu zbritjen e Kur'anit. Pra fjala Allahut azza wa jall po zbret në tokë. Allahu subhanahu wa taala po flet dhe fjala e tij Iqra po I zbret pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte në shpellë, po vjen Gjibrili alaihi salam. Dhe Gjibrili alaihi salam po I thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Iqra, lexo. Fjala po vëllezër të nderuar, në një vend pra në ghari Hira, në shpellën Hira, që është në një kodër shumë të lartë, po vjen një person, pa u vrejt, pa u hetu, dhe qeja parë, që po I thot lexo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. As nuk po I thot si quhesh, po sikur për një. As nuk po e pyet për nga je. Dhe as nuk po e lyp domethënë biografinë e tina. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fillim është friksu shumë. Dhe po I thot Gjibrilit alaihi salatu wassalam, unë nuk di të lexoj. Pra kjo është gjendja reale, s'di me lexu. Pastaj thot me mori Gjibrili alaihi salam dhe me shtrëngoi për herën e dytë. Dhe po I thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Iqra, lexo. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thot nuk di me lexu. Ibn Hajarin Fathul Bari thot në komentin e pjesës së dytë thot, pra si me lexu. Kur thot pejgamberi në herën e dytë nuk di me lexu, pra është si me lexu. Pastaj Gjibril a.s. e merr dhe shtrëngon herën e tretë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe I thot Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Lexo me emrin e Zotit tënd, I cili ka kriju.
Pra, ajeti parë që për i zbret pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para namazit, para agjerimit, para haxhit, para umrës, para sadakas, para zeqatit, para çdo obligimi tjetër është lexim. Fjala e parë lexim. Dhe jo vetëm fjala e parë, por 5 fjalë të para. Dhe të secila prej tyre përbën fjalën dije. Pra lexim me emrin e Zotit tënd, të cilit ka kriju. Thot Sheikh Saadi rahimahullah, sikur Allah ka dashur me thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai i cili ka kriju kur ishe në barkun e nënës, dhe u kujdes për ty, dhe zhvillimin tënd, në mënyrë që ti të dalësh formën më të bukur në këtë botë. Njashtu komo kujdes për ty kur rritër të dalësh në këtë botë. Komo kujdes shpalljen me ta dërgu ty. Mos me të lanë ty pa udhëzim, mos me të lanë ty të humbur dhe të devijuar. Mirë po, me ta zbrit shpalljen e Zotit të botrave. Pra ashtu që shu kujdes për ty në barkën e nënës, ka më kujdes për ty edhe kur delsh në jetën e kësaj bote. Dhe Allah subhanahu wa taala kujdes për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe Allah kujdeset për besimtarët. Dhe lut Allahun azza wa jall që për mua dhe juve Allah të kujdeset. Dhe na ruan Allah azza wa jall imanin ton, na ruan fen ton, dhe të ruan muslimanët kudo që janë dhe të ndihmojnë muslimanëve kudo që janë. Pra herën e parë vëllezër të nderuar këtu Xhibrili alayhi salatu wassalam i zbret pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me shpallje. Dhe i thot iqra. Pra lexo. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë duke kërku për këtë Allah i cili ka dërguar Xhibrilin alayhi salam. Ka qenë duke kërku formën më të mirë dhe më të përshtatshme se si duhet të adhurohet. Qysh Allah azza wa jall dan dhe është i kënaqur. Prandaj edhe ato që ka qenë duke kërku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Xhibrili alayhis salam kur erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këtë nuk po i thot ti i dërguar, po vetëm po i thot lexo. Ja zbret këtu ajete e përmbledh dhe përthekon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam gati son nuk ka livanuset, edhe pastaj largohet Xhibrili alayhis salam dhe lshohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për bjeshke dhe shkon tek Hadija radhiyallahu anha dhe i thot Zemmiluni, me mbulani, dhe kam frikë që unë të çmendem. Laqad khashitu ala nafsi, thot kam frikë për veten time. Është friksu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a do çmendet, a do smuret. Është friksuar mos do të vdes. Është friksu sipas një komenti që përmend Ibn Hajar rahimahullah, se mos nuk do mundet me quë amanetin e Allahut në vend, mesazhin e Allahut si duhet. Kjo është sprov, Allahu na ruaj. Prandaj të gjitha këtu e kam posë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju drill zemra tina. Mirë po, shikoni qëndrimin e një grua të devotshme, sikur se Hadija radhiyallahu anha, e cila kur ndëgjoi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se si po i thot mbulam dhe friksuam për veten time, atëherë Hadija radhiyallahu anha po i thot kella kurse si. Wallahi, la yukhzika Allahu abada, kur Allah s'ka me të pështru ty. Subhanallah, ku bazu Hadija radhiyallahu anha këtu që i ka thonë. A ka pas shpallje? S'ka pas. Ka diti Hadija. Ka ditë vëllezër të nderuar se njeriu me cilësi si që ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur nuk pështrohet. Njeriu që ka cilësi të mira, sado që shtypet, sado që torturohet, sado që maltretohet dhe përndjeket, kur nuk pështrohet. Edhe nëse duket në shikim parë se për njerëzve po pështrohet te Allahu azza wa jalla është i lartësuar. Prandaj më rëndësi është me kon kush, më rëndësi është pozita jote tek Allahu, jo kush je tek njerëzit. Musa alayhi salam dhe Khidri alayhi salam kanë shku dy pejgamber në fshat, askush s'e ka pranuar mrena. Sepse ka qenë shi rrëmbyshëm duke ra. Dhe askush as rro për më mbulu, si ka thënë. S'ka pranuar mrena, dy pejgamber. S'ka kanë ditë vlerën njerëz në tokë. Mirë, po te Allah janë kanë njerëz më të mirë në tokë. Prandaj është më rëndësi kush je te Allah, jo kush je te njerëzit. Allahu na bëfshë me pas pozitë lartë te Allahu subhanahu wa taala. Pra Hadija radhiyallahu anha, vëllezër të nderuar, po i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur Allahu s'ka me të poshtru ty. Pse? Innaka la tasilu rahim. Ka se ti mban lidhje të farafisnore. Dhe ju ndihmon njerëz nevojtar. Dhe me musafir sillesh mirë. Dhe ju gjindesh njerëzve në nevojat që ata i kanë.
Prandaj njeriu si ka këtu cilësi kur nuk pështrohet. Kur nuk pështrohet me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Pra Hatixha radhiyallahu anha kuptoi se ky njeri nuk ka mundësi mu pështru dhe mu nënçmue prej dikujt. Prandaj vëllezër të nderuar, këtu i mësojnë dy gjëra të rëndësishme. Para, gjithherë mos me hiq dorë prej vlerave të mira, prej drejtësisë, sinqeritetit, emanetit, thirrjes njerëzve në rrugën e drejtë kështu më radh, urdhërimet për të mirë, ndalim nga e keqja, dhe dyta, rëndësinë e një gruaje në ndihmën e burrit të vet në davet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe pas vdekjes së Hatixhës radhiyallahu anha ka përmend gjithherë, thotë ka besu dhe ka përkrokur kush në tokë s'm ka besu. Ka vazhduar mi përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj Allah subhanahu wa taala thon Kur'an: "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja." Prej ajeteve të Allahut që këtu është për qëllim mirësive të Allahut është që për ju ka kriju bashkëshorte. Thot Allah azza wa jall, thot li taskunu ilayha, që të gjeni prehje të këtu. Prandaj qëllimi gruas është që me gjet burri prehje tek aja. E ju me tranu burrin. E ju me fy burrin. E ju me lëndu burrin. Për arsye se duhet me mendu që ka me vdek një ditë. E Allahu ja ka lënë amanet burrin ju bind atina, për derisa i bindet Allahut subhanahu wa taala. Është qartë. Prandaj lutem Allahun subhanahu wa taala që Allahut na udhëzon gratona, të na i bën të devotshme, të na i bën krah në davet dhe në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj Hatixha radhiyallahu anha ka qetësu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka gjetë prehur, qetësu tek aja, dhe pastaj ka marrë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe ka dërguar tek Waraqa ibn Nawfal. Waraqa ibn Nawfal këtë kohë diku ka qenë 80 vjet apo 82 vjet. Dhe pse vëllezër të nderuar, bash Hatixha radhiyallahu anha dërgoi te Waraqa ibn Nawfal. Por nuk e dërgoi te sihirbazët, as nuk e dërgoi te falltorët, as nuk e dërgoi te astrologët, as nuk e dërgoi tek poetët, mirë, po e dërgoi tek Waraqa ibn Nawfal. Për arsye se Waraqa ibn Nawfal ishte nga ata që e dinte Injilin. A thuhet që e ka ditë përmendsh. Prandaj në momentin e parë kur i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ej buneja, madha tara, o nipim ose o birim, çfarë ke pa? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tregon se si ka ardhur një person në shpellë, ngjarjen se si e ka shtrëngu, pastaj si ja ka zbrit ajetet Iqra, pas ajetet e para të surës Alaq. Atëherë që ka thonë Waraqa ibn Nawfal, hadha namusu Musa. Ka thonë ky është namusi që ka qenë tek Musa. Namus në gjuhën hebraike i thonë atina që sekretarit, atina që i mon lajmet e fshehta. Por Gjibrili që e mon fshet shpalljen e Allahut deri aty ku e dërgon. Është e qartë. Prandaj Gjibrili alayhi salam është për qëllim në fjalët e Waraqa ibn Nawfal, dhe Waraqa ibn Nawfal i tregon pejgamberit alayhi salam se ky do jetë i dërguari. Por ato që nuk ja tha Gjibrili më herët. Gjibrili alayhi salam nuk i tha ti i dërguar. Mirë, po Waraqa ibn Nawfal po i thot, po ti do jesh i dërguari i Allahut, që ka paralajmëruar Injili dhe libra të mëhershme. Prandaj edhe këtu, subhanallah, shikoni dertin dhe gojlen e Waraqa ibn Nawfal, i cili thot, ja lejteni kuntu jad'a, si kur t'isha kanë, thot, djalësh i ri, me të ndihmu kur do përndjekesh dhe do nxirresh prej popullit tanë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po i drejtohet Waraqas dhe po i thot, e wa mukhrijihum, a do më përzonin popullin? Shikoj çfarë i thot? Nuk ka ardhur asnjë pejgamber me atë që e dërguat ti sot. Illa udi, vetë është përndjek, vetë është maltratu, vetë është luftu. Nuk ka qenë rruga e tyre shtru me asfalt, e as nuk ka qenë me trandafila, e as nuk ka qenë rrugë me lula në mohon e tyre, po ka qenë rrugë me sfida. Prandaj Waraqa ibn Nawfal po i thot pejgamberit alayhis salam,
Dhe nëse nxa mu, pra nëse unë jam gjallë, ajo ditë kur ti ke mu dërgu, thot do të ndihmojsha duke qenë i fuqishëm, pra do më on për kraje të fortë, muazzara, i fuqishëm do jem në përkrajen tënde. Mirë, po nuk ka zgjuar shumë, dhe Varaka ibn Naufal ka vdek dhe ka orë një transmetim që disa dietar kanë thosë se është gjejjid i mirë, se Varaka ibn Naufal është pa në xhenet nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj Varaka ibn Naufal, vëllezër të nderuar, i rrëfen pejgamberit alayhis salam këtu diçka që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk kishte njohuri. Po pejgamberi alayhis salam nuk kishte njohuri për pejgamberët e mëhershëm, për popujt e mëhershëm, çka kanë ndodhur me ta, si janë për ndjek, çka kanë ndodhur me styre dhe popujt e tyre. Prandaj Varaka ibn Naufal kishte njohuri nga librat e mëhershme, si Injili e Tevrati e kështu me radhë, që kishte lexuar dhe dinte Injilin përmendsh. Prandaj edhe i tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se kjo është edhe ai tabiati i pejgamberëve me popujt e tyre. Pra, nga rahmeti mas që kanë pejgamberët me i thirr popujt e tyre, dikush i përgjigjet, dikush i përgjigjet. E nëse ata që nuk përgjigjen janë shumica, e që pritet me konë fillim kur të thirrsh në këtë fe, atëherë edhe keme hasë në rezistencë dhe keme hasë në telashe me ta kështu me radhë. Prandaj kjo është një lloj para përgatitje për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për atë që do vjen. Dhe Varaka ibn Naufal i tregon pejgamberit alayhis salam se këtu janë ligjet e Allahut në tokë, pra sunetet e Allahut në tokë, se njerëzit e mirë sprovohen, njerëzit e mirë përndjeke, njerëzit e mirë burgosen, njerëzit e mirë maltretohen e kështu me radhë. Mirë po sido që të jetë, ky do jetë pejgamberi i paralajmëruar nga ana e Allah subhanahu wa taala në Injil dhe librat e mëhershme që Allah kishte marrë besatimin për gjithë pejgamberëve se nëse dërgohet pejgamberi alayhis salam, do ndihmonin dhe do e përkrahnin atë. Pas kësaj në vëllezër të nderuar kthehet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shtëpi me Hatijën radhiyallahu anha. Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe pse në fillim ishte i friksuar, mirë po e ka plan të mallëngjimi dhe përmallimi për takimin me këtë person, që i kishte orë në shpellën Hira, pra Xhibrili alayhi salatu wassalam, dhe dilte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në kodra dhe i shtuhej përmallimin takimi me Xhibrilin alayhi salam, edhe pse ende nuk e dinte se ky është Xhibrili alayhi salam, mirë po me këtë person i cili kishte orë në shpellën Hira. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përderisa del për shtëpisë e tij dhe pret se mos po vje ky person mu taku prap, kur po e ndëgjon një zë. Shikon para, shet askën. Shikon djathtas, shet askën. Shikon majtas, nuk shet askën. Shikon mbrapa, shet askën. Kur shikon lart në qiell, atëherë shet Xhibrilin alayhi salam formën që Allah azza wa jalla ka kriju. Allah azza wa jalla mundsa pejgamberit ai sa me po Xhibrilin alayhis salam, i cili thotë ishte ulur në një korrik. Dhe thotë kishte nxon mallështia Xhibrilit çka komës linjës së prendim. Sa i madh Xhibrili alayhis salam. Allah na mëson me po në xhenet ja Rabb. Po Xhibrili alayhis salam vëllezër të nderuar, e sheh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe pastaj ja zbret ajetet e surës Muddathir, ku Allah subhanahu wa taala ja kishte dhënë Xhibrilit alayhis salam që t'ia jap pejgamberit sallallahu alaihi wasallam këto ajete, ja ayyuhal muddathir, o ti mbuluar, kum fa anzir, prandaj ngrihu dhe paralajmëro. Po subhanallah, ky ajet është për qëllim paralajmërim ndaj shirkut, nga se metodologjia që tha më herët mos mu gabu, është se gjithë pejgamberët kanë paralajmëruar gjëja por ndaj shirkut. Wa rabbaka fakabbir, dhe Zotin tënd madhreje, pra është për qëllim tauhidi. Gjëja e parë që kanë thirrë pejgamberët është tauhidi dhe paralajmërimi ndaj shirkut, Allah na ruaj. Nga se tauhidi është bazamenti dhe çdo gjë që ndërtohet mbi tauhid pranohet. Çdo gjë që ndërtohet mbi shirk rënohet. Allahu mu dhe ju na ruaj prej shirkut. Prandaj wa thiyabaka fatahir, i thot Allah azza wa jalla, dhe rrobat tua pastroj. Pse rrobat tua pastroj?
je davëxhi, e thjesht do të jesh shembull edhe në dukje, po të njëjtën kohë ashtu qysh lypet pastrimi në anën e jashtme, dhe secili e don duhet të jetë pastrimi edhe në anën e brendshme, pra zemrat të pastruhet nga njullat e shirkut dhe kufrit, dhe kështu duhet, kanë thënë dietar, pastrimi është dy lloje, pra pastrimi i brendshëm, pastrimi i zemrës nga kufri, shirku, bidatet e kështu me radhë, dhe pastrimi i jashtëm, pastrimi i rrobës, vendit dhe trupit kur i bëjmë sejda Allahut subhanahu wa ta'ala. Ajeti ku Allah azza wa jall thot qum fa'anzir, pra ngri dhe pra lajmëra, sikur ka qenë ngushëllim për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se ka kalu koha e xhumit, të pret përgjegjësi e madhe, amanet i madh, shpallja e Allahut azza wa jall ka zbritur mbi ty. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila, ne do hedhëm mbi ty, do zbresëm mbi ty fjalë të rëndë, shpallja. Pra, kjo shpallje që një ditë ju afru qeve dhe tokës, edhe bjeshve, fe shfak në minha, mirë pa ato tërheqen, nga frika se nuk do e qojnë si duhet, wa hamele hel insan dhe atë e borti njeriu, pra ndaj i në hukane dhalumen gjehula, ajo është mizor, zullum qarë dhe ignorant, pra mizor nëse se qënë si duhet në vend, dhe nëse se peshën se qëfar ka morë për sipër, do më thonë këtë shpallja. O personi parë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas kësaj sure e thirr ishte Khadija radhiyallahu anha, dhe Khadija është gruaja e parë që ka pranuar Islamin. Pas Khadijës radhiyallahu anha, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkon tek Abu Bekri radhiyallahu anhu, dhe Abu Bekri nuk është menuar pranimin e Islamit. Më një herë është bind dhe ka thonë shahadetin para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nga sa Allah azza wa jall qysh herët ja kishte ndriçuar zemrën e tij, Allah na ndriçoi të zemrat tona. Dhe Ebu Bekri ishte i sinqert dhe besnik dhe shok i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra prej burrave Ebu Bekri radhiyallahu anhu pranoi Islamin, prej robëve ishte Zeid ibn Haritha radhiyallahu anhu. Zeidi gjithashtu është përmendur edhe në Kur'an me emër. Pastaj prej fëmijëve Aliu radhiyallahu anhu, Zeidi ka qenë dikon 30 vjet në këtë kohë, vëllezër të nderuar, ndërsa Aliu radhiyallahu anhu ka qenë 10 vjet, që llogaritet si fëmia i parë që ka pranuar Islamin. Dhe është interesant, vëllezër të nderuar, se e shohëm prej grave Khadija radhiyallahu anha e ka pranuar Islamin, prej burrave Abu Bekrit, prej robëve Zeid ibn Harith, prej fëmijëve Aliu. Ku është urtësia? Urtësia është, kanë thënë dietar, për arsye se ky Islam është universal, është për gjithë, për burra, për gra, për rob dhe për fëmijë. Ky Islam i përshtatet të gjithëve. Prandaj ky Islam do jetë shpëtim për njerëzit, do jetë rahmet për njerëzit. Dhe ju rastisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka zgjuar ta persona si të parë, dhe thamë edhe në fillim se pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e vepron një vepër të caktuar, pse thot një vepër të caktuar, pse ka thirrë këtë person të caktuar, në gjitha këto duhet të meditojnë për arsye se janë mësime të rëndësishme për të ardhmen gjithë secit hoxh dhe musliman, se si duhet me veprua në davetin e tij dhe islamin e tij dhe shoqërinë e tij ku jeton kështu me radhë, dhe me lenin Allah subhanahu wa taala nxjerr brez të hajrit, nxjerr brez të mirë, dhe nxjerr domethënë njerëz që i don Allahu subhanahu wa taala kur është sinqeriteti dhe niyeti për Allahun subhanahu wa taala. Lusim Allahun subhanahu wa taala që Allahut na mundson me kuptuar sirën dhe jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam si dohet. Allah azza wa jalla shpërbleft me xhenet për sabrin që treguat. Lusim Allahun azza wa jalla ashtu që na ka bashkuar Allahu në këtë vend, na bashkon edhe në xhenet. Dhe lusë Allahun azza wa jall që mos qohemi nga ky vend përveç se më të mirë se sa kemi hyrë në të, dhe të falur dhe të mëshiruar nga ona Allahut azza wa jall. Wa aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum.